padyshim se qendrën Dacak, pastrimi i kryeqytetit, parkingjet, qerdhet, ndriçimi, asfaltimi. Faleminderit shumë Jeta, faleminderit për ftesën, siç e dini nisma socialdemokrate ka rënë vetëm në listë për asamble dhe kam kënaqësinë e krenarin që janë bërë si një listë i cili ofron standardin politik të së sotmes dhe të nesërmes, një listë pilote e cila ka 70% rini dhe 50% gra që dëshmon edhe orientimin tonë për ofrimin tonë për fatësimin e rinisë dhe fuqizimin e gruas në vendimarrje. Plani jonë është një plan konkret, duke qenë se tash 4 vite kemi qenë afër qytetarëve, duke ngritur çështjet e tyre, kemi parë se më shumë se sa këto termat apo temat e mëdha në kryeqytet qytetarëve ju interesojnë çështjet konkrete, andaj edhe plani jonë është i fokusuar në rini, në shërbime publike, në sport, në kulturë dhe parqe, si 5 shtylla kryesore me të cilat i kemi edhe idetë konkrete për zhvillimin e këtyre dikastereve në komunën e Prishtinës. Ajo çfarë duhet të theksojmë patjetër është se këtë mandat kemi vuajtur me blokada politike, kemi vuajtur me një sindrom e cila më shumë se të merret me çështjet konkrete, problemet e qytetarëve që hasen që kur një qytetar del nga dera e shtëpisë vet, janë marrur me tema dhe me blokada politike, derisa ne nga nisma socialdemokrate jemi fokusuar shumë që të punojmë në terren dhe çka ofrojmë ne është që si djemë dhe vajza të lindur e të rritur në kryeqytet i dimë, i njohim mirë hallet e lagjeve tona dhe do të jemi të fokusuar që këto betejë të zhvillojmë nga terreni ashtu siç kemi bërë këto 4 vite. Dhe padyshim se qendrën Dacak, pastrimi i kryeqytetit, parkingjet, qerdhet, ndriçimi, asfaltimi janë çështje konkrete me të cilat do të ballafaqohemi nga terreni. Mirëpo në të njëjtën kohë kemi një plan konkret për rini, duke pasur parasysh që Prishtina nuk ka as qendër rinore, është i vetmi kryeqytet në Ballkan që nuk ka qendër rinore. Ne do të fokusohemi në krijimin e 3 qendrave rinore minimalisht, mbështetjen e të rive për bursa studimore jashtë vendit, mbështetjen përmes subvencionimit për praktika me pagesë për të rinjt dhe shumë çështje të tjera të cilat besoj që do t'i zhvillojmë gjatë debatit.